Te e kam një gju, te e them për Zotin e Madh. E kam një gju që ka qenë zëri i Mateos. Që fliste dhe mendova është prap me Brikenën në burë, që bëjnë ato muhabet edhe para nominimit, atë punë bonë. Shok, dashur, që a ishte. E kanë ato, dalin atje dhe flasën, unë e një gjoj, se a i zëri atit në i moment, kur është uqetësi dëgjohet, që është zëri atit, identifikohet, e kupton? Shumë zëri tim, edhe mund mos të dëgjosh, se a i qiki në gjirur është, edhe i qiki ullët e kam unë, më regull. Tani, kam i gjuhë zërin e Mateos. Tani, zëri Mateos, me zhurmën që flet, vetëm se bëndot atë gjënë. Qose ka për vetëm, okej. Qose ka për me Brikena thot, të zë besë kam për gjë. Brikena për ban bez zotin. Tani, personazhi që unë mendoj, që ta bëj ai, je tjerë, vlla, se bashkë juve shoh dhe ty kam i çikëshu me dyshime që bëkëshu lënash. Por, më kujtohet shumë mirë që ka diskutuar Selini me ato Eugenin, fillim. Po, dhe unë e kom lyp ma herë. E ka thonë që pse s'na vjen sfida e ninjave, që të prishim shtëpinë. Unë thosha që këto muhabete kalamësh unë s'merre me këto punë. E kupton dhe iksha unë si veshë, nuk i kam unë fare këto qef. Nuk merre unë s'merre, unë s'marri cigare, kur jetë prish shtëpinë, e kupton? Nuk bëj unë ato. Tani, të fus edhe Selinin këtu? Jo. Adem po pse jo? Qa më të kallëzoj pse? Për shkak që kena nejtë shumë vonë. Sa u do të fus ty, do të fus Selinin? Në regulle, kena nejtë... Qose Brikena thos kam po gjo me be. Mu më rri dhe Rogerja ti me. Kena nejtë shumë vonë, unë Selina... Selina... Më rri kena nejtë vonë, unë Selin Mateo. Kena nejtë shumë vonë. Unë Selina, po mramde, unë Selina dhe Mateo. Unë kam rranë gjumë herë. Kena qitë mila qarshafat, i kena qitë mi terë qarshafat, adin se s'kena ndash me flejt pa kolëfa. Edhe krye, do me thonë, krejt lahën, terën, shkojmë i shtrimi të tretë. Unë, Mateo, edhe Selin shtrimi. Mateo vjen i fundin në domë, se në banjo. Po, gjëse se qutë halana, adin se kur e në domë, e qoj Brikenën prej gjumrit. E qoj. Brikena ka flet me trener, ka. E qështë? Me tuta. Me tuta. Nuk ka flet me pijama. Nuk ka flet me pijama. Brikena flet gjithë vishët... Si me flet me tesha që kena gjatë ditës. Po Brikena, para se mu fik drita gjithë vishët me pijama. Tash, sa një parë. Flen me tuta edhe shplut, rrinë, tëk. Kur të vjen, unë e Selina veqina të shtrinë, kur të vjen e qënë. Ej, ke flet me tuta, ajo qohet bandlak me Mateo. Bojnë muhabet, tak. Dalin. Jo mëre, muhabet. Ja, okej. Muhabet. Se më pas zënka... Se mu kemi gjuhë dhe këta unë, se me ku nisha isha këtë gjë gjumësh. S'kisha dyshu. Bajshë muhabet, Dalin. Të dytë. Dalin të dytë prej dhomës që supozot pas kam pi qaj se Rogerti, pas ka dalin dhe pas ka pa të pi qaj këtu. Tash, Rogerti po thot që i kalon prap qut, edhe u këthi me flej. Po mi, probabiliteti nuk është për shumë... Probabiliteti është Brikena Mateo. Okej, duke që... Por, probabiliteti tjetër është Brikena më ardhë mushtri, Mateo edhe Rogerti me metë qut edhe me bëhë këtë parka trahure. Por, a ka dhe i variant tjetër për shumë, Rogertin e preashtoj unë prej moment, a kupton që ti kapim gjithë hipotezat. Duke që se kjo e ka dash këtë loj, Selini, e ka dash këtë loj, mund këtë ardhë Mateo të krevati, qohë tani dhe ajta bëjmë të gjënë? Po e se këta se anë shtri. E pra? Po këta se anë shtri, e ka shku ka marrë Brikenën, e ka zgjuar. Jo, nuk kanë ka shku Brikena të fletë mërë, Ka shky pra Brikena në dhomë, pa ta ka shku ka pi qaj, o bu?